Banorët e fshatit të Rov kanë protestuar ditën e martë për ujin e pishëm që sipas tyre prej 2 javësh është i pakonsumueshëm. Ata thanë se uji mban erë shumë të rënd, i cili nuk mund të konsumohet ashtu si nuk mund të gatuhet me këtë ujë. Nga ana tjetër, banorët e fshatit të Rov, së bashku me banorët e fshatit Pendavinj, janë rreth 1500 banorë që në kushte të tilla kanë qenë të detyruar të blejnë ujë për konsum që ka rritur shpenzimet e tyre. Ka një 15 ditë që ky ka një erë të rëndë që ne nuk e pim dot. Dhe problemi se ku qëndron ky ne nuk e zgjidhim dot. Nuk e dim. Kryeplaku na tha që e ndoqja linjën vet deri në burimi dhe burimi ka filluar po bie në burim. Problem ujë. Është kosto për ne kjo blerja e ujit, se me pensione jemi. Ka shumë aromë të keqe, nuk tjetër. Blejmë, çfarë dhe. Dhe rrobat po lan me aromë i kemi. Na uji. Shumë e vështirë. Po kush asnjëri nuk bëhet me rak se do t'ja dija. Sot po shikoj unë që është bërë që kështu se kush do t'ja dija. Kemi rreth 2 javë që uji është i kontaminuar, është me aromë të keqe dhe nuk e konsumojmë dot për të pirë, jo, por nuk e përdorim dot as edhe për të gatuar, sepse ai sa më shumë të zjej, aq më shumë aroma të këqija çon. Mbase shka ka qenë edhe rreshjet e shumta dhe mbi atë ka sjellë nuk e dim. Kryetari i bashkisë ka vënë dieni dhe ai është i gatshëm, ka erdhur e ka verifikuar dhe vetë në terren. Tani nuk e dim se si do ta bëjmë. Zgjidhje banorët kanë bler ujë. Me ujë të blerë, se s'kemi zgjidhje tjetër, është i papërdorshëm, ka erë shumë të keqe. I kontaktuar, drejtori i Agjencisë Ujësjellës Kanalizimeve të Korçës, Petrit Tare, tha se janë bërë 2 herë analizat e ujit të pishëm të fshatrave të Rov dhe Pendavinj, e në bazë të analizave të kryera, uji është i konsumueshëm.